Në përgjigje të trillimit që bëri parafolsi se nuk jam paraqitur në interpelanca, kam patur një pasion të veçantë për t'ju përgjigj çdo interpelance që është bërë. Dhe ky pasion nuk ndikohej as nga personi, as nga tematika. Po ju s'keni faj. Ku e keni Ramën? Ku e keni? Pas Lubis, ku e keni? A e kuptoni që është bërë gazë? Jo, unë e di unë se, jo personale, mos e merr personale, zonjë. Nuk kisha pyetjen personale, po, kjo, ja, unë ka frikë se e personalizon. Jo, nuk personalizon asgjë. Ku e keni? A e kuptoni mos se kujni katandisa apo jo? Nuk guxon me ardhë në parlament. Ai dhe Lubia nuk guxojnë të dalin para shqiptarëve nga ky parlament. Ju keni rënë, ju kot votoni, kot sillni ligje, buxhete të tjerë. Ju keni marrë fund. Frika e ti ka kufi vetëm qiellin. Po zhvillohet një betejë, do t'ja u deshifroj pak më vonë betejën që po zhvillohet. Po gjë në botë që të mbyll dosjen e tij nuk ka. Prandaj nuk guxon të vit përgjigjet interpelancave. Fjalën e ka zonja Zhupa, të drejtën për të parashtruar interpelancën brenda 7 minutash, ju lutem.